identifikohen vetëm me një luftë mizerabël politike dhe me një përpjekje të vazhdueshme të kujdo që është në anën e kundërt me ne që qeverisim Shqipërinë për të bërë çmos që punët e Shqipërisë të mbulohen me ziftin e dëshpërimit tyre, me baltën e të gjithë urrëties, mllefit, inateve të tyre. Shqipëria ka probleme, patjetër, ne kemi shumë punë për të bërë, padyshim, jo çdo punë e kemi bërë si duhet dhe sa duhet, kjo nuk ka diskutim, por ama Shqipëria punon dhe punët e Shqipërisë në tërësi janë në vijë. Ashtu sikundër, dhe e mbyll këtë shënim, është në vijë procesi më i rëndësishëm historik i antarësimit në Bashkimin Evropian, me negociatat që vazhdojnë dhe në ndërkohë që gjithsa thash, kur vjen puna dhe negociatat, lidhet me gënjeshtërën e madhe se ato janë bllokuar, ato janë ndaluar, ato janë penguar për arsyet e mosarsyes së të gjithë atyre që synojnë ta pengojnë Shqipërinë për në fakt të luftuar qeverinë. E vërteta e thjesht është se kjo punë e madhe e Shqipërisë vazhdon për ditë e për ditë e për ditë, dhe së shpejti përsëri, siç kemi pasur në procesin e hapjes kapitujve, do të kemi lajme shumë të mira për të gjithë.